Hej të dashur miqtë e mi, fansa të dashur të Gjestit, admirues të dashur të Gjestit, ja ku po takohemi sërish së bashku. Doja ta komentoj një lajm që në fakt po bën xhiron e rrjetit ditën e sotme, që Gjesti nuk do të kthehet më dhe titulli është aq skandaloz, sa që në fakt më iritoi e pabesueshme, vjen lajm shumë i keq për Gjestin. Kjo është meri në fakt se si mundet portalet bëjnë kështu tituj. Le ta lexojmë njerë çfarë thot brenda. Një banor i ri që është bërë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, DJ Gimbo, është zyrtarisht konkurrent i këtij edicioni të Big Brother edhe në garën për çmimin e madh, thot lajmi. Ai gjithashtu është DJ personal i fituesit të Big Brother VIP Albania 4 Gjestit. Por hyrja e DJ Gimbo në Big Brother VIP Albania ka sjell një lajm shumë të keq për Gjestin, duke vënë në dyshim rikthimin e tij në skenë e duke sjell kështu vdekjen e tij artistike. Do me thënë, vdekjen e tij artistike, thot dëgjoni. DJ është pyetur nga Miri se ti je DJ personal i Gjestit dhe si do bëj ai tani që ti ke hyrë brenda, dhe ky i fundit i tha nuk e di. Ka kohë që nuk po punon dhe nuk e di kur do të punoj. Pra, ose Gjesti nuk ka ndërmend një rikthim të shpejt, ose përfundimisht nuk do të rikthehet më me DJ-in e tij personal. Prej të cilit nuk është ndar asnjëherë, po ka shumë mundësi që nuk rikthehet shpejt. Me këtë deklarat ka dhënë lajmin e keq se Gjesti nuk e ka menduar një rikthim të shpejt në skenë, duke u thyer zemrat e fansave të tyre që fillimisht e krahasuan me Luizin, por shumë shpejt e panë se u shua fama e tij që duket nuk do të rikthehet më. Tani këto lajmet skandaloze, këto tituj skandaloz. Unë e dëgjova bisedën që DJ Gimbo bëri me Mirin dhe DJ Gimbo nuk është duke dhënë asnjë lloj informacioni brenda për Gjestin, sepse DJ Gimbo me respektin më të madh që ka për Gjestin, ai ka hyrë të luaj lojën e tij, ka hyrë të tregoj vlerën e tij, ka hyrë të tregoj njeriun e tij. Gjesti me patjetër që do të rikthehet. Gjesti në video prezantimin që bëri për publikun shqiptar tha që do të rikthehem me projekte, me punë, dhe të gjitha këto projekte dhe gjitha kjo punë e madhe me patjetër që do t'i dedikohet sot ëngjullit të tij, vllaut të tij. Nuk mund të themi që Gjesti është artisti i vdekur, Gjesti është artisti që mban akoma frym në skenën shqiptare dhe unë jam shumë i bindur që producentët e Gjestit punojnë për një rikthim prestigjos, sepse ka shumë rëndësi se si do të rikthehet. Gjesti ka mundësinë tani të rikthehet në formatin e Ylli Limanit, të një artistit gjigant që të pushtoj skenat shqiptare, por ka mundësinë që të rikthehet edhe me një videoklip. Unë jam i bindur që ai do të pret DJ-in e tij, me patjetër që do të punon projekte, por do të pret edhe DJ-in. Hyrja e DJ Gimbos në Big Brother nuk është një hyrje thjesht, është një ndihmë për DJ Gimbon, është një ndihmë për Gjestin që nesër që të dy të arrijnë në gradat e klikimeve dhe në gradat e famës së madhe. Andaj, Gjesti do të rikthehet, por ne mos presim që DJ Gimbo do të jetë informacion, sepse DJ Gimbo nuk ka hyrë aty për të folur për privatësinë e Gjestit. Është Gjesti ai që flet për privatësitë e veta dhe është Gjesti ai që e tregon të vërtetën e tij, ndërsa DJ Gimbo ka hyrë për lojën e tij dhe unë nuk e kuptoj pse banorët realisht merren me atë se çfarë po bën Gjesti jashtë dhe nuk po merren me atë se çfarë DJ Gimbo po bën brenda.